Shqipëria nuk është thjesht një vend në hartë, është gjyshin që nuk e le tokën pa punuar, mësuesja që zdërzohet, i riu që qëndron edhe kur të tjerët ikin, është mikpritja, gjua, flamuri, sikur se shkruan Ernest Koliçi. Ndonjëherë mjafton një flamur në dorë që një popull të mos harrojë kush është. Dashuria e vërtet nuk ka rrogë mujore. Në jetë, shumë njerëz nuk kalojnë as rrugën për të ndihmuar kur je gjallë, por kalojnë të gjithë botën për të varrosur kur vdes. Shqiptarët kanë ndëruar fen nga 2-3 herë dhe ju habiteni pse nderojnë partit. Liria nuk gjykohet. Jepini zemër Luanit. Liria ka emër. Vota ecën përpara gjithmonë. Nëse vota do të ndryshonte gjë, ata do ta bënin të paligjshme. Nëse ti e dorë, kush do ja vër këmborën maces? Në politik, të gënjesh duket si rruga më e lehtë, por ka nga ato raste kur e vërteta e hidhur është më e mirë se gënjeshtra. Në kohë paqe, fëmijët varrosin prindërit. Në kohë lufte, janë prindërit që varrosin fëmijët e tyre. Oligarkët kanë të gjitha, por nuk ngopen me gjithçka. E vërteta, a e përballojmë dot? Përshëndetje. Jemi në muajin nëntor, jemi në festat e nëntorit. Do të rikthejmë intervistat tona, bashkëbisedimet tona, atë që është kthyer prej vitesh në virtueshmëri tani në Time Center. A e përballojmë dot të vërtetën? Po jetojmë në një kohë vlerash dhe antivlerash, po promovohen antivlera. Ku po shkojmë? Është detyrë e gjitha institucioneve arsimore të thonë dhe të përballen me vërtetën. Ndonjëherë e vërteta dhëmb, por e vërteta duhet thënë. Në këtë moto, të themi me zë, gjërat që mendohen dhe thuhen në zë, të mësosh kur nuk është vonë, ne do të organizojmë bashkëbisedimin e radhës. I ftuar i radhës, më mirë se kushdo, është një profesionist nga ata që duhet ta mbrojnë fort të vërtetën. Duhet ta thonë, ta mbrojnë dhe ta thonë me zë të lartë. Do të kemi sot në Time Center Erion Dushin, një gazetar, thënjet e të cilit unë ja lexova pak më sipër. Ju mirpresim, ai do të ndajë me ne stilin e tij mediatik. Ju mirpresim, jemi Time Center, jemi ëndra më bukur, të mësosh kur nuk është vonë. Mos keni frikë të përballeni me të vërtetën. Thuajeni gjithmonë atë. Kjo do të na bëjë një shoqëri më të mirë.